Kanë rezultu që fëmijë prej moshës 10 vjeç përdorin cigaren elektronike. Janë adresu të Këshilli Prindërve një shkolle në kryeqytet, ku kujdestari klasës ka lajmëruar raste të reja që shumë fëmijë janë zënë me këtë produkt, edhe normalisht prindërit kanë qenë një pjesë e madhe të shqetësuar, sepse nuk kanë qenë as ndjeni, edhe çka është problemi, kanë qenë shqetësuar se ka edhe qysh ka ardhur, pasi që pjesa më e madhe tyne janë deklaruar që i kontrollojmë çantat, rrinë me fëmijët krejt, po që kjo është problemi, është presioni i shoqërisë. Se ti, nëse kjo po eskalon shkollë, llogaritë e fëmijëu rrinë me një grupacion shoqërisë, ata konsumojnë edhe mandej për mësme ndi vetën të bullizuar, ta thëmë kështu, sepse këtu matën pak. Po, këtu matën pak, unë mundëm të s'mundesh, unë jam i fort, nuk e i fort, këtu po linë mandej problemi. Ku shitën këto, ku i gjenë? Mundet kanë qasje fëmijët me i blenë këtë moshë? Në bazë të rinit që kemi marë, ka pas raste që na kanë tregu fëmijët që edhe ka pika qitjes edhe pranë shkollave, që mund të them që është shqetësim shumë i madh dhe këtë kemi diskutuar edhe në Tryezë, që një prej hapave të parë që ne si shoqëri civile bashkë me institucionet lokale, mandej komunitetin shkollor, duhet punuar për zbatimin e ligjit, sepse realisht ligji është, bashkë me duhanin tradicional, po specifikisht për vapes po gjejmë, domethënë do një zbatim, sepse kudo në markete i shohim qysh në ark aty në fillim, po nuk ka as edhe një shej që domethënë në moshën 18 vjeç ky produkt nuk duhet shitur. Ka prej bizneseve edhe të përgjithshëm, se nuk mund t'i përgjithsoj të gjithë, po problemi po është që këtu 4 shkolla sa kemi mbajtur, domethënë fëmijët derisa pe kanë qasën kaq lehtë, kjo po t'lën me nënkuptu që normalisht shiten sepse prind. Edhe nuk ka ndonjë institucion ose diçka inspektorati nuk është se i ka dënu apo që gjobitën këtë objekte të cilat shështë? Deri më tani jo, s'ka ndonjë inspektim që një farë mënyre është marrë ndonjë mas, po besoj që me përkrajen që kemi marrë prej institucioneve edhe bashkë në Tryezë, do të punojmë që nga shtatori kjo do të zgjerohet edhe si projekt edhe në shkolla tjera, bashkë edhe me komunën e Prishtinës. Gjithashtu do të shohim, domethënë si hap të parë të veprojmë këtë aspekt, sepse derisa fëmiu e ka qasjen e lehtë me konsumu ose me ble, atëherë normalisht po besoj një pjesë zgjidhjeve jo krejt s'është, sepse duhet më shumë të bëhet, po një pjesë zgjidhjeve është kjo, derisa ti në një farë mënyrë nuk jep qasjen kaq lehtë fëmijët. A janë të hapur me bashkëpunu? Edhe prindërit, edhe mësimdhënësit, edhe fëmijët ashtë që shë keni po ajo vullnetin e fëmijëve? Me të thonë drejtën, këto sesione janë bajt për klasës 6 deri në klasën e 9. Fëmijët kanë qenë super të mirë, kemi kalu shumë mirë me ta. Normalisht është fazë adoleshencës që kemi prit pak që nështë edhe nuk do të ndëgjojnë ose do të mundohen, po jo, nga ka dalë kundër ta fëmijët e kanë prit shumë mirë projektin, fëmijët kanë qenë shumë aktiv, kanë bo pyetje, kanë punu në këto hameret, kanë tregu histori. Ne në fund e kemi pas edhe një aktivitet ku kemi thënë fëmijëve për neve si shoqëri është shumë e rëndësishme me ndëgju zërin e juj. Nëse ka mundësi, na po i ndajmë disa sticky notes si kemi nda dhe krejt anonime me na tregu pak a shumë si është gjendja. A mundemi me i lexu dhe me i nda me publikun? Po, unë ka marrë 3 sticky notes edhe po besoj që i kishme qenë e rëndësishme me po pak a shumë ose me ndëgju zërin e fëmijëve. Kjo ka qenë e shkollës Gjemal Mustafa. Një fëmijë ka thënë kështu, unë kam qenë përdoruesi vapes për para, tash e pak javë kam filluar ta ndaloj sepse edhe po më kushton në shëndet, por edhe te xhepi. Kjo më ka ndihmu ligjërata edhe besoj që të krijohet një ligj ku do të ndalohet shitja e tyre. Kjo për shkollës Gjemal Mustafa, një fëmijë nuk e di ose 6 ose klasën e 9, e kemi 3 e kam, kështu që nështë mund të lecoj. Kjo ka qenë e shkollës Elena Gjika, më i vogël, si për shembull 10 vjeç, po thot, kam konsumuar vape. Si dhe para një jave kam konsumuar, por sot realisht kuptova sa e dëmshme është kjo, por nga sot premtoj që s'do të konsumoj më. Edhe e treta është Fush Kosovë duhet me qenë, shkolla Mihal Grameno në Fush Kosovë. Gjendja në shkollën tonë është shumë e keqe. Në klasën tonë plot
plot, ose gati krejt e pin vape. Edhe unë e kam provu, këtu edhe e pin, po edhe shesin të shokt. Vape e ki shumë let me ble, e shesim edhe të shkolla në disa vende, në klasën e 7 e blejmë na. Shpresoj që ligji e ndalon dhe unë s'do të bi se është e damshme. Unë i ka marrë 3. Paramendoj në klasën e 7. Klasa 7. Që janë shumë të vegjël, madje edhe nuk kam pas informata për dëmet që mundën me ju shkaktu në shëndet. Madje edhe nga ana financiare, ku... Normalisht, këta fëmijë nuk punojnë. Këta fëmijë sigurojnë prej prindërve. Prindërit ju japin për të blerë ushqim. Tash llogarit e këta me i rujt këto pare, ose me i kursy, për me ble këtë produkt që është po del me qenë i damshëm, mjaft i damshëm për shëndetjen dhe me qenien e fëmijëve. Po, kjo është shqetësime, sepse ky klasa 7 i bjen me i pas 11 vjeç, po edhe hulumtimi nga ka tregu që fëmij ka prej moshës 10 vjeçare që ka përmendur. Po edhe ky që tha njëri, tha që unë e kam pi prej moshës 10 vjeç, tash imagjinone kjo është sinqerisht urgjencë, mendoj si shoqëri, duhet krejt bashk si trekançe dhe me punu ose me avokututje që me ndalu... A presë ndërta edhe institucionet me reagu në këtë rast, me marrë masa diçka që mës me lënë shqitje në afërsi të shkollave, madje edhe me qenë të kontrolluara, apo të gjëbitën ato vende, ato dyqane, markete, kiosa, cilat e kanë qasin ka që të letë fëmijët me shku aty dhe me ble pa problem. Normalisht që po, dhe në Tryezë kemi diskutuar, kemi pas edhe përfaqësues të DKA-s, Drejtorisë Arsimit të Komunës Prishtinës, po normalisht edhe të Ministrisë Arsimit, krejt bashk, edhe thash edhe ma herët, duhet punohet këtë drejtim që ligji të zbatohet. Domethënë, asnjë fëmijë tash e tutje mos ta ketë mundësin, ose qasin ka shlet me e ble këtë produkt. Besoj që, me qënë se ju e përmendët edhe më herët, fillimisht projektin sa i përket për edukimin medial, për rrjetet sociale, ma mërmendja që dhe atë, kam po, ndikimi ka fillu qysh prej atë, ku shumica qof prej shovet të ndryshëm, serialeve, por edhe influencerëve, ndërsa cilët e kam përdore, kam mund me pas në ndikim të këta. Po, në fakt, një prej pyetjeve se si, kush është, pse po konsumoni, ka qenë kurreshtja, trendi, rrjetet sociale, dhe më thonë, edhe gjatë bisedës që kemi pas me fëmijët, kanë thënë që në rrjetet sociale normalisht ta peshojnë veç pjesën e trendit, ose një ambalazh të bukur, një aromë çokoladë bukur, ta nuk peshojnë pjesën e damshme, kështu që nuk është këtu me u lënë faj fëmijëve, sepse fëmijët sot në telefon pe kanë botën, kështu që po shohin shumë çka, ka kontente të ndryshme që nuk janë për fëmijë fare, kështu që të poshtë edhe problemi, edhe po shumë e vërtet se gjatë kohës sa kemi pas me Media Voice-in, po kjo ka qenë, domethënë, për te edhe Kosovës, se kemi marrë edhe për Shqipërisë dhe Maqedonisë, kemi pa fëmijët janë të prirur të edukohen prej lloj kontenti, domethënë të fillu edhe këto veset e këqija, vape, pijet energjike, që e dim tash më jemi të vedishëm për këtë punë, që ka po qarkullojnë në për shkolla, po normalisht kontente dhe tjera, dhe të dhunës, për shembull, shumë raste që po eskalojnë për shembull dhuna në shkolla. E që qëndrojmë njëjtë edhe me vendet e tjera, ku është zhvilluar këtë projekt? Po, në fakt, gjatë vitin e kaluar ku kemi pas Maqedoni Tetovën, edhe kemi pas Peshkopi në Shqipërinë, kemi diskutuar ma shumë rreth përdorimit edhe sa kohë kalojnë fëmijët në rrjetet në internet, në përgjithësi, mirë po gjithmonë tregoj që edhe për anën e mirë dhe të keqe, sepse teknologjia ofron edhe shumë mundësi të mira, atë jemi të qartë se nëse ti din me shfrytzu shëndetshëm, atëherë normalisht kime zgjeru dituri, edhe kime studiu, kime mësu, po problemi po na del që këta fëmijë pjesa më e madhe janë deklaruar që e përdorin për argëtim, për shembull djemt më shumë për PlayStation, këto që janë lojnat e Roblox, e janë do lojnat që janë edhe online që mund është me lujt, po për platforma, TikTok, Instagram, ta janë shumë të vegjël, krejt kontentit që po i marrin, po dhe qka është problemi, kemi marrë edhe rastet dhunës në internet, kemi marrë në Snapchat, për shembull, shumë fëmijë kanë marrë mesazhet pa njohura, kërcënime, ngacmime,
bullizmi kibernetik, kanë bo grupe që e kanë pas cak një person, me ngacmu, edhe kemi marrë dikun 3 raste, edhe Maqedoni Prishtinë, jo, po, në Shqipëri s'kemi pas rast, që ka pas fëmijë që kanë dashur me lënë shkollën, për shkak të ngacmimit. Po, kështu që kemi marrë raste të ndryshme edhe mund të them që është shumë e rëndësishme, sinqerisht se është bo për ditëshmëri. Nuk mundemi ose s'mundemi thonë stop, sepse është jetë digjitale, është mëse normale.